Cila është e vërteta e natyrës tënde shpirtërore? Po sikur, energjia thelbësore e shpirtit tënd të fshihet në datën e lindjes. Elena Blavatsky, mbështetur në dijet e lashta, ka artikuluar disa arketipe shpirtërore mbështetur në datën e lindjes. Të përhumbur me informacionet dhe influencat e jashtme, ne shpesh humbasim lidhjen me vetveten tonë të vërtet. Kur ne humbasim lidhjen me vetveten tonë të vërtet, ne humbasim kuptimin e ekzistencës sonë. Kur ne kemi humbur kuptimin e rolit tonë në këtë botë dhe vendi që zem brenda saj, shpesh ndodh sepse ne kemi humbur lidhjen me thelbin tonë të vërtet, me arketipin e shpirtit tonë. Kur kupton natyrën tënde të vërtet, marrin përgjigje pyetjet e tilla si: kush jam unë? Cili është kuptimi i ekzistencës dhe roli tim në këtë botë? Të tilla përgjigje lidhen me natyrën dhe thelbin tonë të vërtet, të shpjeguar shumë bukur nga Madame Blavatsky nëpërmjet arketipeve shpirtërore. Arketipet e Madame Blavatskys meritojnë vëmendje, kohë dhe respekt. Për këtë arsye, na ndiqni në videot e ardhshme.